Problemi është që mund të jemi të vetmit vend, vetmi popull, që ne nuk kemi respekt për shtetbërësit. Gjithë bota ka respekt për shtetbërësit. Pra, për babajnë është, babaj ytë në shtëpi. Ta nëse ti s'ke respekt për babajnë tënd, që të ka bërë ty, ka krijuar familjen, ka hapur një, pra, e njëjta gjë është, e mora ngushtë e familja, por ata bën kombin, kaq. Dhe nuk ke respekt. Atëherë çfarë mund të pretendosh ti të flasësh për patriotizma, nacionalizma, shqiponja, flamuri, hidhe në krah, kombëtarja, bla bla bla, historira, gjëra pa pikën e blerës fake, domethënë njerëz popull fake. Vetëm shqiptarët mund janë, nuk ka, është e pamundur. Sepse i ke parti grekët çfarë bëjnë kur festojnë, kur kanë festën, mbyllin çdo lloj aktiviteti dhe festojnë, jo një ditë, po disa ditë. Pra i japin vlerë historisë të tyre, paraardhësve të tyre, kombit të tyre. Edhe po serbët po deshetin. Ne vetëm ne jemi kështu. Kjo është fatkeqësi, ky është mallkim. Ky është mallkim.